Kjo këtu është ura prej Guri e Prizrenit dhe është ndërtuar në shekullin e 15, ndërsa kjo që shihni është xhamia e Sinan Pashës, e ndërtuar në shekullin e 17, pra në vitin 1615 nga Sinan Pasha. Sinan Pasha ka qenë një vezir i njohur i perandorisë osmane me origjinë shqiptare nga ky vend, pra nga Prizreni. Dhe siç e thash, në vitin 1615 ka ndërtuar këtë xhami fantastike. Këtu kemi edhe kalan e Prizrenit. Kalaja e Prizrenit, për herë të parë mendohet që është ndërtuar nga ilirët, më pas është restauruar nga perandori bizantin me origjinë ilire Justinian i parë në shekullin e 6 pas Krishtit dhe kuptohet është riparuar edhe në periudhat e mëvonshme. Këtu është një pamje me të vërtet shumë fantastike. Këtu janë kafenet e qytetit dhe restorantet.